Së pari mendoj si një ndër ato faktorët kryesor që po ndodhin, po është rrit numri i aborteve dhe i rasteve të tilla, është mos komunikimi në familje si pasojë e tabuve për me diskutu për seksualitetin, njëkohësisht edhe edukimi seksual në shkolla. Ajo çfarë mund vjen keq, na nuk kemi të dhëna, nuk kemi se kemi idenë e moshës nënës atij fëmije, kështu që duke marrë dhëna askush e ka bëu një gjë Po kjo ka shumë rëndësi, mosha. Në një depo mbeturinash këtu në lagjën Matine, nëse nuk ka bërë. Po e kom dëgju, po kjo ka shumë rëndësi, mosha është shumë e rëndësishme, sidomos sa ndikon shëndeti mendor dhe si peke, do me thonë nuk peke shëndeti mendor në të njëjtat mosha, nëse ajo është moshë e re ose është minorene, ajo vërtet është e dhimbshme, edhe kjo të asocion me ato çfarë thash për edukimin, mungesën e edukimit seksual. Tjetër ajo çfarë është e rëndësishme mendoj, edhe çfarë vërtet është e dhimbshme, duke marrë parasysh këtë periudhë natale, prenatale dhe postnatale, ginekologë e di shumë më mirë, këto janë një ndër fazat më të ndjeshme të jetës së një gruaje, sidomos nëse ajo është, sidomos në shëndetin mendor, ndikimin e saj në shëndetin mendor dhe është jashtëzakonisht shumë i cenueshëm, njëkohësisht nëse ajo është mosha shumë e re. Prandaj vërtet këtu kemi probleme që të gjithë si shoqëri dhe si institucione duke